Fshatin Lubinja e Epërme, I cili gjendet në komunën e Prizrenit, shumë nga ne kemi njohur për ato rritet e veçanta që kanë banorët të cilët jetojnë aty, për pozitën gjeografike në cilën është I vendosur ai. Por pak kemi folur për bukuritë shumta natyrore të cilat fshihen në bjeshkën në cilën është I vendosur ky fshat. E thashë të më parë, sot do t'ju prezantojmë një rrëfim të këndshëm të cilin e kemi realizuar bashkë me disa nga anëtarët e shoqatës bjeshkatare Shari nga komuna e Prizrenit, të cilët na kanë njoftuar në detaje me këtë bjeshk, me bukuritë shumta natyrore, me ato pjesë të cilat sa duken interesante janë aq edhe mistike. Ka qenë një rrugtim vërtet I këndshëm për mua, Oltin dhe Burimin, po duam të shpresojmë shumë që edhe për bjeshkatarët, po ashtu një gjë vërtet e bukur e kemi jetuar javën e kaluar, kështu që sot po ju a prezantojmë, edhe po shpresojmë shumë që edhe ju do të jeni pjesë e këtij rrugtimi drejt pikave më të larta të bjeshkëve, të cilat gjenden shumë pranë fshatit Lubinje. Rreth 18 kilometra larg qytetit të Prizrenit, në verilindje të vargmaleve të Sharit, gjendet Lubinja e Epërme, njëri prej fshatrave më të veçantë të kësaj ane. Lubinjën e Epërme të gjithë e kemi njohur për rritin e veçantë të përgatitjes së nuseve, por sot do t'ju prezantojmë një tjetër Lubinje, ato të bukurive të shumta natyrore. Që keni të bëni me një fshat të veçantë, këto do t'a kuptoni qysh në hyrje të tij, ku do të takoni gra e vajza të reja, me një veshje shumë interesante, e cila duket sa moderne, aq edhe tradicionale. Por, me çfarë merren këta qytetarë të Republikës së Kosovës? Sa është sfiduese jeta për ta në këtë fshat malor? Fshati ka afër 3300 banorët, kemi shkolla fillore, krejt ato institucionet publike, ambulant, shkollë, qendra kulturore, është manat në tjetër anë, kema urësies, po me ujë, apet kema problem, nuk kema boll. Mjaftushëm. Në fshat, më thanë që ka shumë banor që jetojnë jashtë. Po, këtjo është problem shumë I madh, ditë ka ditë po shkojnë afër 5-7 familje. Tu është mjeshtër ndërtimore. Se pari shkon atje nëpër malit, rrethanat e Tetoves, e dërton shtëpi me guri, tash dërtoj shtëpi moderne, edhe janë me këtë zanati, në koha e fundit nis me mjedra. Edhe pak me peshq, 2-3 restorana ka. Ndonë se shumë të rinj kanë praktisur për arsye nga më të ndryshmet, Lubinja prap se prap gjallëron nga zërat e fëmijëve dhe rrugët janë të mbushura me të rinj, por edhe të moshuar, të cilët duket se ju pëlqen të pushojnë para shtëpive të tyre. Fshati, po këqurin fshati është mirë. S'ka djem, po shkom Gjermani, s'ka puna. Tu s'ka puna. S'ka për çka linti, shkon. Kret shkon. Çka punojnë njerëz që janë këtu? Ndërtëria. Po, Kret ndërtëria. Grata merren me naj zanat, naj sen? Pak zanat me zanat, pak. Zruktaria, ti zruktaria e ka. Po, Tjetër s'ka tjetër. Në Lubinje ka shumë për të parë. Bisedat me banorët e saj janë gjithmonë burim informacioneve për bukuritë shumta natyrore dhe për rritet unike që ka ky vend. Dhe ishin pikërisht këto biseda, ato të cilat na nxitën që të vizitonim edhe pjesët më të thella të këtij fshati.
me këtë pjesë të Lubinjës së Epërme. Me ne ishin 2 nga bjeshkatarët më të njohur dhe më të dashur të Prizrenit. Neharit Driza dhe Osmanuka, bjeshkatar të njohur të shoqatës bjeshkatare Sharri. Kemi parë një fshat vërtet të bukur, shumë interesant, do është prej më të veçantëve që ju kemi prezentuar deri më sot në Copsa Kosovë, fshatin Lubinje e Epërme, dhe tash bashkë me Bacën Osman dhe Bacën Nehar do të vazhdojmë në pjesë më të larta, të cilat në një farë mënyrë i takojnë këtij fshati dhe banorëve të kësaj ane, apo jo? Po, do në këtu banorët e fshatit Lubinje e Epërme vinë këtë pjesë si vikendeve, si në piknik dalin. Kjo pjesë quhet pjesa Brot, fshati thotë Brot. E tash do të vazhdojmë të ngjitemi në Bjeshk aty nat, është pjesa më sfiduese, më e mirë. Është shtëpia malore, është quajtur Citadella. Ata kanë ndërtuar fori gjerman e do të vizitojmë aty. Çka kemi me pa gjatë këtij rrugtimi? Unë po dëgjoj ritëm të gjatë madh të ujit, burimet shumë të ujit, të cilat i pam që të gjitha të rregulluara aty. Po, së pari kemi një restoran këtu, një vendas që e ka bërë shumë bukur. Mbrapa saj është një proske madhe që vjen, ka dhe një ujvarje të mirë. Ashtu që e mandej vazhdojt në përpyll, e dentu, në cila rruhet prej fshatarve me një kënaqësi ashtu me vendjet madhe. Deri në 1700 metra kemi me qenë në pyll non-stop. Mas asaj dalim në farë pjesën ku janë livavet, ku është edhe qasje deri te Citadella, që e përmendi Osmani. Edhe aty është ajo pamja e bukurisë majës së zezë, kubilicës, terskaveqit, vërtopit, ose sileqja e që të janë emnet. Edhe kufini i Maqedonisë. Pra kemi me pa shumë gjëra të bukura sot, kështu që qysh bëjmë çdo fundjavë edhe këtë fundjavë, po i ftojmë që të shoqëroheni me ne. Ecja në për këto vise, për ekipin toni ishte shumë e lehtë. Jo vetëm falë shoqërisë mrekullueshme, por mbi të gjitha, për shkak të shtegut të lehtë dhe pamjes së natyrës. Dalesën e parë bëm tek njëri prej burimeve të shumta të ujit që ka kjo bjeshk, afër të cilës tashmë kanë filluar edhe hapat e parë të turizmit, siç është ky restorant, në të cilin sot nuk patëm kohë të ndalonim. Prej këtu, vazhduam drejt vendit që njihet si ujvarat e fshatit Lubin. Edhe pse niveli i ujit në këtë kohë është dukshëm më i ulët se në stinet e tjera të vitit, prap ky vend duket të jetë i bukur. E ndoshta edhe më unik, do të dukej po të mos kishte ndërhyr edhe dora e njeriut. Dikur rreth 20 minuta rrugë, ka qenë rrugë goxha e këndshme, natyra në vjesht ditë bëj më smirit vetën. Jemi tek vendi që njihet si ujvarat e fshatit Lubinje e Epërme, apo jo? Po, është ujvara e fshatit e Epërme. Këtë ujvar edhe kanë renovu pak fshatarët vetë, siç po shihni. Po Axhanjari ka njohuri pak më tepër, unë ja japi fjalës Axhanjari. A i din ma tepër me në skeru, Axhanjari? Për këtë rast s'kemi kur gjatë që ka me ështu, vetëm që uji vjesht është ma pak, do më thonë rjedhe e ujit, për shkak të thatësisë. Pranvera shumë e bukur se ka një sasi të madhe të ujit edhe ushtima e saj bukurin e ka edhe jep bukurin. E tash kjo investime që ka po i bëjnë individ, do shta po i hieshojnë për mendimin e tyne, po më duke se është një farë degradimi i pakës i natyrës, po nuk e di çfarë ka obligim të vendi ose dikush tjetër që për intervenim. Po prap janë investime të njerëzve, investime vetanake që vetanake vetëm që duket pakës më e mirë. Po jo gjithmonë është ajo qëllimi i arrihet. Mirë, kemi edhe sa rrugë na ka mbetë deri te Caku që i kemi vënë vetë sot? Na ka mbetë edhe një 2 orë apo 2 orë e gjys, kemi me kalu nëpërmes të pyllit. Ashtu që ajo është thegu i vjetër që ka lidh fshatin Gorni Lubinje me Vejcën, fshatin Maqedonisë. Do të thonë njerëzit kanë shfrytzuar tankon atë shteg për shkak të nevojës ose diçka, po edhe kanë të vetin.
dikush e kanë marrë nuse ose e kanë dhënë vajzën e vet andej, ashtu që e kanë ende lidhjet parafisnore. Mirë, po vazhdojmë se na ka met edhe goxha do rrugë kemi me ba. Okej. Teksa po bënim një kthes të lehtë për të vazhduar drejt shtëpisë malore, aty ku kishim cakun për ditën e sotme. Takuam një karvan të zonjave të Lubinjës së Epërme, të cilat kanë një rrjetë shumë të veçantë. Një herë në javë, ato mblidhen dhe bashkë me kuajt e tyre dalin në pjeshk dhe kështu kontribuojnë në sigurimin e drunjeve për dimër. Ti intervistonim, ishte e pamundur. Ato madje edhe nguruan të na lejonin t'i gjirojmë. Por një pamje të tillë nuk mund ta humbisja për asgjë në botë, madje as edhe për fjalët që bashkëshortët e tyre mund të thonin. Rrugët na u ndan. Ato vazhduan sipër ujvarës, ndërsa ne bëm kthesën për tek shtëpia malore. Qifte të shumta të cilët me kuaj dalin për bërë furnizimin me dru për sinën e dimrit. Shpesher mund të takoni vetëm gra, por drastet kur mund të takoni edhe qifte janë të shumta. A u lagët? Jo. Vargmalet e Sharrit njihen për burimet e shumta të ujit që kanë. Në fakt, ato cilësohen si bjeshkët më të pasura me ujë, por kaq shumë burime të rregulluara sikur këtu nuk isha parë në asnjë pjesë të Kosovës. Të gjitha këto burime janë rregulluar nga banorët e fshatit Lubinje e Epërme, të cilët njihen si mjeshtër të mëdhenj në fushën e ndërtimit.
është shfrytëzuar shumë në të kaluarën, por edhe tani nga banorët e Lubinjës dhe fshatrave të tjerë, me të cilët përkufizohet ai. Duke kaluar nëpër këto bjeshk, për arsye nga më të ndryshmet, njerëzit kishin gjetur edhe vdekjen. Prandaj rrugës mund të hasni edhe në varreza të ndryshme, të cilat thuhet se janë shumë të vjetra, dhe banorët nuk mbajnë mend kohët që kur ato ishin aty. Gjatë rrugës, bacanerë më the, kryesisht në sharë, në pjesë malore që ka lidhë fshatra të ndryshëm, mund të hasim edhe varreza të tilla si këto të dyja, që janë bashkarisht të ndërtume, edhe që janë goxha trujtne, po them. Ashtu janë, po duken se janë 100 vjeçare. Ne po e majmë herën e parë që kemi, domethënë që kemi pushtuar këtë majën e Kovilicës, e kemi pa këto varrezat. Domethënë para një 30-40 viteve. E tash para asaj janë, për shkak të rastave, po duken se janë të vjetra, po janë këto njerëzve të cilët kanë shtektu, të cilët kanë lidhë këto fshatrat, Lubinjën me Vecën, Maqedonisë. Rasti i vdekjes kanë pas mundësi me bardh deri në fshat, po e kanë varros këtu. Po janë shumë, jo vetëm kjo për shembull, kjo është kësaj shtegut këto varrezat mundojnë po shumë shtigjet të ngjashme janë mundojnë me gjetën dhe varreza. Ka të tilla si. Po ka të tilla, si gjithmonë ka pas frekventim, s'ka pas rrugë tjera, po rrugë kuajve, rrugë me hecje. Ashtu që edhe këto janë ato mbetjet si varreza e njerëzve të panjohur ose të njohur. Me që nuk ka po ashtu edhe ndoshta kanë varros ata që se kanë ditë, ndoshta i kanë gjetë kufamat edhe veç që kanë varros. Domthonë edhe ato janë rastet. Maca Osman, edhe sa rrugë na ka met, se Oltit jem të i thonë që 15 minuta, që janë një orë gjysë ndoshta. Edhe gjysore. Kemi edhe gjysore me ecë, po besoj do të vazhdojmë edhe më tutje të mrekullohemi me gjitha atë çfarë fshihet në këto male, të cilat sa janë të bukura, po krijojnë tashmë edhe me këto varreza, këto gjëra, një natyrë goxha mistike, unë do të thoja. Po edhe na si ta kalojmë pyetjen kemi pas pamjen edhe më të bukura. Mirë. Olt kime pa shumë gjana tjera më bukura, kështu vazhdo të ecësh. Mendimet se si mund të kenë vdekur të njerëzit që ishin varrosur në këtë vend, na i larguan pamjet e llojeve të ndryshme të këpurdhave që hasëm këtu. Forma nga më të veçantat, ngjyra nga më të bukurat. Këpurdha të tilla s'kisha parë asnjëherë deri më sot. Ishte akull apo këpurdh? Për një moment u hutuam. Pylli me pamjen e tij të veçantë, me gjithë çfarë fshej në xhirin e tij. Na kishte magjepsur dhe nga ajo magjepsje u zgjuam vetëm pasi kaluam në pjesën më të lartë të tij. Aty ku pylli përfundante dhe fillonin fushat e gjera që të dërgonin drejt majave të larta. Nga këtu mund të shihnim Lubinjën e epërme dhe një varg fshatrash të tjerë, rreth të cilave kishin kaluar teksa po vinim këtu. Prej këtu e deri tek shtëpia malore e njohur si Zitatella, na kishin mbetur edhe pak kilometra. Nga këtu mund edhe ta shihnim atë, e ndoshta kjo na jepte më shumë zemër që të kalonim edhe pjesën e mbetur të shtegut, e cila për një pjesë të ekipit ton dukej sikur po zgjatej e po zgjatej. Çdo 15 minuta na dilin edhe 15 minuta të tjerë. Kameramani ynë, Olti, e di më së miri çfarë dua të them. Dhe ja, pas rreth 2 orë 30 minuta, bashkë me bacën e Hari, bacën Osman, me Oltin dhe Burimin, arritëm tek shtëpia malore. Tash kjo nërësja biletare e kësaj ishte 1738 metra, është ndërtesë që ne ka ndërtu ushtarët gjerman, realitet jo ushtarët gjerman, po ushtarët Zvicranë e ka ndërtu, po për ushtrin gjermane. E aty në është kjo edhe me helikopter shpesh ka narë, ka është heliodromi është në Helt,
kanë pjesën për fjetje, kuzhinën, të gjitha, domethënë tepër e sofistikume ndërtesa për këtë nivel, për këtë nalësi. Shumë shpesh e kam përdor, domethënë jemi taku me gjermanët, kanë këtu edhe brenda kur të vishim këtu për hecje dhe për ngjitjen për majet e afërme. Ashtu që ishte kënaqësi të shfryzohet kjo ndërtesë. Tash si po e shohim pak se kanë dantu dhe e kanë fliç ambientin edhe më keq. Mirë. Bacanear, më thatë që kjo pjesë njihet si Veshët e Lubinjës? Veshët e Lubinjës, vendasit i thrasin me këtë emër, domethënë kjo është Veshët e Lubinjës. Kufizohet domethënë maja e zezë, kemi në anën e majt, nga ana jon, kemi Kobilicën, kemi Treskavecin, si vërtopin e vogël ose Silegja, edhe mrapa është vërtopi i madh, po s'po duket për këtë. Qafat janë kufini, edhe majet janë kufini ndërmjet Maqedonisë edhe Kosovës. Kjo qaf lidh pjesën me fshatin Vejse, domethënë Lubinjen me Vejsen. Ashtu që njerëzit ende shfryzojnë, ende ka lëvizje, bile këtu e bin baktin prej Vejcës fshatit. Edhe këtu e kanë tanë verës baktia e Vejcës Fshat Maqedonas. Maqedonas, ashtu. Tham që prej këtu pushojmë jo vetëm fshatrat, por edhe qytetin e Prizrenit. Por kam bindjen që shihen edhe majet të tjera të Kosovës, jo vetëm këto të masivit të Sharit. Është pjesa shumë e bukur, domethënë hapësina e hapun, me bjeshtën e Muna duken, Pashtrikun e kemi përpara, si maj dominante. E mandej vjen për shembull Shkelzeni, Gjeravica, edhe majet afër Pejës, tash s'po mundemi me përcaktu cila është ka, po këto janë na dominante që po duken. Pjesa e Prizrenit aty është Lugina përfundit duket, mandej janë fshatrat në Bregoshte, Lubinjës edhe fshatrat që janë përballë Luginës, Sireniq. Të kuptoj. Kogja Ballkanit, Oshlakin e kemi Djathas, këto janë malet që... Me një fjalë mundemi me pa disa prej maja më të larta që ka Kosova dhe jo vetëm. Ashtu. Ndonë se punuar me kujdes deri në detajin e fundit. Kjo shtëpi malore për fat të keq nuk ka pamjen as nga afër nga ajo që kishte dikur. Orëndit, duke filluar nga kuzhina e deri tek dhomat e fjetjes, madje edhe dyert janë dëmtuar shumë nga huligan të panjohur, të cilët duket se nuk i din vlerën dhe rëndësinë e madhe që ajo ka për bjeshkatarët, por mbi të gjitha për banorët e Kësajane. Për të harruar shijen e idh që të lë pamja e shtëpisë malore, nga brenda, por edhe rreth saj, ktheni kokën ka maja të cilat gjenden pak kilometra nga këtu. Maja e Zezë, maja e Vërtopit, ajo e Kobilicës dhe shumë të tjera nga këtu duken hynore dhe të paarritshme. Në fakt, ato nuk janë të tilla për ata që duan natyrën, që duan pjeshkën, që duan Kosovën. Këto maje dhe shumë të tjera janë pushtuar nga bashkëudhëtarët tonë dhe shoqata e tyre bjeshkatare Sharri. Këto që po e themi, na e dëshmoi edhe Baca Osman, i cili bashkë me anëtarët e tjerë të shoqatës së tyre kanë pushtuar jo vetëm këto maje, por edhe shumë të tjera në Evropë dhe më gjerë. Ngjitjen për në këtë pjesë vërtet të bukur të fshatit Lubinje për mund të thoja, ose më mirë të themi në malet të Sharit, sot na e kanë mundësu shoqata bjeshkatare Sharri, njëra prej më të vjetrave që ekziston në Kosovë, që nga viti 1951, një shoqatë e cila unë prej fatëve që kam parë në rrjetet sociale, çdo vikend ka aktivitete, apo jo Baca Osman? Po, ashtu është na prej 51 antarët kemi 484 antarë, prej tyre 150 antarët janë pagune për 2019. Dhe çdo vikend, çdo dielë kemi aktivitet, ndonjëherë edhe shtunën. Si këtë javë edhe shtunën edhe diellën do të kemi aktivitet. Atëherë për ngjitjet që keni realizuar deri më sot, çfarë dalloni?
Po, une personalisht kam gjetur në majën më të lartë Evropës atër në Mont Blanc, Francë, 2016, në majën më të lartë në Italis, Gran Paradiso, majët në për Turqi, Ergjie se Allah Daglar ka shumë 4.000 metra rata janë. Kështu që janë majët shumë sfiduse, kam planet tjera për vitin e ardhshëm, Matterhornin duhet të bëj në Zvicër. Më pëlqen shumë Alpet shqiptare, edhe aty vazhdimisht shkojmë çdo diele, çdo verë, disa vit me radhë shkojmë në për Valbon, në për ato majat Alpet shqiptare janë jashtëzakonisht e bukura. Malet e qarit kryesit e kemi kry të gjitha majat. Keni lënë pa pushtu majë? Nuk ka maja pa pushtu. Majet që na rrethuan sot i shikuam sikur dhelpra e uritur, rrushin e pjekur, por nga këtu i premtuam vetës që një ditë patjetër do t'i pushtojmë edhe ato. Sot po mjaftohemi me pamjet e mrekullueshme të tyre dhe dronjeve të shumë të kësaj pjese të vargmaleve të sharrit, që në këtë kohë do të mund të krahasoshin me miniera ari.